a jemi në gjendje që të kontestojmë, ose të bëjmë një reinterpretim miteve të cilat i kemi ndërtuar. Miti Skenderbeut, kontinuiteti i lirë shqiptar, dhe më thonë via lineare e ndërtimit të kombit, aftësia gati biologjike shqiptare për të tejkaluar fen dhe për të ndërtuar kombin mbi fen. Këto e paka shumë mitet të cilat i kemi ndërtuar në shekullin 20, por çdo herë që preken, mbajnë mend përdorimi juaj i fjalës proto-shqiptarët apo proto-sërbët ngriti emocione të mëdha në mesin e opinionit publik edhe në Shqipëri edhe në Kosovë. A ka kapacitet kritik shoqëria për të marrë me këto mite? Unë mendoj që në të vërtet reagimet të një shoqërie ndaj rezultateve shkencore tregon edhe në çfarë etap ose në çfarë fazë zhvillimit demokratik gjendet. Dhe në krahasim për shembull me fillim e të këtij shekulli, unë mendoj zhvillimet janë shumë të mirë. Domethënë sot shoqëria këtu në Kosovë, por edhe në Shqipëri, është shumë më stabile se sa ka qenë 20 vjet më parë. Unë mendoj që ka edhe një si tregues, si faktor interesant për të, domethënë, edhe për të cilësuar këtë zhvillim, është fakti që interesi për histori nuk është në rritje. Unë mendoj në të kundërtën, kemi më pak emocione. Sigurisht ekzistojnë gjithmonë në një rast specifike, për shembull ku ka tensionet etnike, si në rastin e Maqedonisë për shembull, por edhe sot, domethënë shtetësia e Kosovës është shumë më stabile se sa ka qenë në vitin 2008 ku u botua libretim për Skenderbeu që e kanë edhe keq përdor në një debat në të cilën identiteti kombëtar, pavarësia e Kosovës ishin ende, domethënë, çështjat të hapur, çështjen të thjeshtë dhe ekzistonte ndonjë frikë që edhe të huajt mund të manipulojnë e kaluarën e shqiptarëve. Unë mendoj që sot edhe situata është më stabile. Mund të marrim Skenderbeun, pra mund të themi që Skenderbeu nuk është atleti i Krishtit, edhe pse ky është, domethënë, ky është përshkrimi i cili jepet edhe në letërkëmbim, dhe Skenderbeu nuk është unifikuesi i shqiptarëve ashtu siç pretendojmë në interpretimin romantik. Është shumë interesante. Interpretimi romantik e ka prezentuar Skenderbeu si unifikues real, domethënë që në të vërtetë lidhja e Lezhës krijoi një shtet të bashkuar. Nga ana tjetër, unë mendoj që kjo natyrisht nuk pasqyron realitetin, por në të vërtetë Skenderbeu ka djegur një program të tillë. Domethënë, si mendimtar politik, ai donte të krijonte një preterin e APR-is me mbështetjen e papës. Situata politike realisht e krejtëshme edhe si sot, me shumë krerët me tikime rajonal të cilët nuk pranonin një domethënë një pret Leka Dukaçin për shembull ka thënë në mënyrë shumë të bukur, unë nuk duhet të jem në Skenderbeun. Kjo është domethënë përcaktimi i domethënë e një politikanit të fortë me shumë inat, në të njëjtën kohë edhe ishte shumë dinak dhe ai ka pjetuar. Domethënë ideja i shtetit të bashkuar si realitet historik natyrisht nuk pasqyron ndonjë realitet historik. Nga ana tjetër, duhet të theksojmë që ide e një shteti të tillë ekzistonte në mesjetën dhe kjo është ideja e Skenderbeut. Dhe prandaj është më rëndësi çmitizimi ose krijimi i linjës ndarëse mes mitit dhe gjithsesi interpretimit romantik dhe fakteve historike. Pse është më rëndësi të flitet për jo kontinuitetin i lirë shqiptar, ose pse është i rëndësishëm ta konvertojmë, pse është i rëndësishëm interpretimi linear i rritjes nga Iliria në Shqipëri. Po. Unë mendoj vazhdimësia nuk mund as të pohohet, as të mohohet, sepse nuk kemi
Proofte më njaftueshme në fushën e gjuhësisë që mund të na tregojnë apo ekziston ndonjë lidhje midis Ilirishtin dhe Shqipës së hershme. Por, nga ana tjetër, pavarësisht nga teoria e vazhdimësisë iliro-shqiptare, kemi shumë elementa që tregojmë që ka një vazhdimësi, që në të vërtetë, domethënë arkeologjia, gjuhësia dhe sot edhe paleogenetika tregojnë shumë qartë që për thamën e shqiptarëve, popullsisë shqiptare apo proto-shqiptare kanë qenë nga lashti deri në sot në Ballkani qendror, domethënë Kosova e sotme, Serbia e jugut, Maqedonia, Shqipëria veriut dhe e mesme. Dhe natyrisht është çështje hapur sepse shumë gjeneratët shqiptarëve Nga Elbasani në Najsus, përafërsisht. Po, në Elbasani në Najsus. Dhe kjo sot është mendimi i shkencës. Domethënë që ka vazhdimsi, ka autoktoni, por nuk ka provat apo nëse është fjalë për ilirët ose një popullsi tjetër. Kjo është situata. Domethënë, unë mendoj që mesazhi kryesor është që ne sot edhe shkenca tërkombëtare mendon që vazhdimsi dhe autoktoni e shqiptarëve edhe në krahasim me popujt të tjerë sidomos slavët është një fakt historik. Kjo është edhe, domethënë, një nga elementet që bëjnë historinë e shqiptarëve aq interesante, por nuk mund as të pohojmë, as të mohojmë. Domethënë, kjo është, ndoshta do të gjejmë elementet me të cilët mund të provohet edhe teza e një vazhdimsi apo jo, por unë mendoj që ndoshta edhe për shkuesit të cilët kanë interes për këtë debat, mesazhi kryesor, domethënë rezultati kryesor i debatit shkencor është fakti i vazhdimsisë dhe i autoktonisë.